Ka ardhur momenti për të diskutuar për angazhimit e partive politike për këtë proces zgjedhor për sa përket pjesës së bujqësisë. Me mua në studio është zoti Alban Zusi, drejtuesi i Qendrës së Eksporteve Shqiptare. Faleminderit për prezantën tuaj. Faleminderit për ftesën. Besoj si njohës i mirë i sektorit bujqësor, nuk e keni lënë jashtë vëmendjes tuaj programet për bujqësinë. Çfarë përshtypje kanë lënë si premtime, si angazhime? Si njohës i mirë i sektorit të ushqimit, do të thonim, ku plus edhe bujqësia që është një nga nënt sektoret, po. Atëherë, ajo çfarë bie në sy dhe unë ju përgëzoj në fakt edhe për mbledhjen që ju bët, ndoqa me vëmendje, keni arritur të kapni shumë mirë të koncentruar dhe në këtë mënyrë e dallon qartë që këto partitë e vogla që janë pretendente, le të themi, për të bërë diçka, ma tepër duket si një listë të dëshirash se sa një program realist. Nuk është se në pikat e tyre nuk ka gjëra që diskutohen në mjediset e operatorëve, në mjediset e njerëzve që merren me këtë punë në sektor, nga operatorët e sektorit. Por mënyra se si janë paraqitur duket që është hartuar në zyra si program, nuk është hartuar me njerëzit. Dhe ky është problemi i vazhdueshëm që ne kemi. Madje ky është problemi edhe institucioneve publike, që shpesh herë programet, punët, strategjitë hartohen në zyra. Janë pak larg terrenit. Ka elemente të cilat ne i themi, i kemi thënë edhe këtu tek juve, por nga mënyra se si janë thënë, nga mënyra se si janë formuluar, kupton që nuk janë të kuptuara. Kanë shfrenuar fantazinë? Kanë shfrenuar fantazinë, kanë marrë diçka nga çfarë thonë ekspertët, kanë thirrë 2-3 ekspertë ndoshta edhe kanë marrë, kanë vendos një frazë. Dhe në këtë kontekst nuk të ngjall optimizëm që ato mund të jenë të realizueshme, nuk të ngjall optimizëm që ato ditën që supozojmë këto marrin pushtetin, apo marrin një ministri, sepse s'është e thënë që ato mund të marrin pushtetin, mund të jenë faktor përcaktues në politikë për të marrë një ministri, dhe mund të marrin, po themi, Ministrinë e Bujqësisë. Unë që i di gjërat se si janë, se i di edhe nga jashtë edhe nga brenda, nuk besoj se janë programe të cilat do të realizohen. Për më tepër që një pjesë e mirë e tyre, unë do isha njeriu më i lumtur dhe do të thoja që Shqipëria do të kishte një super zhvillim në qoftë se më në fund do të futej në rrugën e duhur zhvillimit në qoftë se do të bëheshin disa prej këtyre gjërave që janë thënë aty, por do totalisht ndryshim të qasjes buxhetore të Shqipërisë dhe të qasjes konceptit të zhvillimit të Shqipërisë. Pra donë që të riorientojmë zhvillimin ekonomik duke ndryshuar driverat, duke ndryshuar lokomotivat e zhvillimit, pra jo ndërtimi, jo turizmi e kjo, por duke vendosur bujqësinë si lokomotivë kryesore, e cila pastaj i bën edhe këto që të ecin me po të njëjtin ritëm, ndoshta, por duke qenë ajo e para. Por për ta bërë këtë, do të thotë që duhet kemi rialokim thelbësor të fondeve. Në fakt, pjesë e partive politike parashikojnë alokim fondesh, ndryshim buxheti, rritje të konsiderueshme. Duhet thënë, që ne ta besojmë duhet thënë, sepse kur thua kjo, unë një llogaritje të thjeshtë po bëja kur ti po e jepje prezantimin, dhe i bie që duhet jenë një 500-600 milion euro buxhet për bujqësinë. Absolutisht e justifikuar. Absolutisht sektor që e meriton. Absolutisht sektor që e meriton dhe sektor që i rikthen më shpejt se çdo sektor tjetër. Ti i rikthen ekonomikisht, e para, por ti i rikthen socialisht, sepse të mban komunitetet, i bën komunitetet të lumtura, ti rikthen në aspektin e imazhit, sepse ti fillon të krijon një brand tëndin brenda asaj, brenda atij fshatit europian, kupola e Shqipërisë fillon e merr një ngjyrë të vetën. Në qoftë se ne do fillojmë të nxisim prodhimin ushqimor, jo thjesht prodhimin bujqësor, por gjithë industrinë ushqimore, edhe përpunimin e tjerë. Dhe në mënyrë absolute i bën, por mënyra se si janë prezantuar më tepër ngjan me populizëm se sa me planifikime konkrete. Fermeri këtu shihet si një investitor apo shihet si një kaos sociale që duhet mbështetur? Nga si duhet parë? Shumë pyetje e bukur, shumë pyetje e bukur. Pra nuk është parë fermeri si një investitor, si një njësi ekonomike e cila duhet ta ndihmojmë për të zhvilluar,
Duhet ta mbështesim, ja ta ndihmojmë, sepse s'duhet ta përdorim fjalën ndihmë në ekonomi. Nuk ka ndihmë në ekonomi. Në ekonomi ka mbështetje që ti të bëhesh i Zotit dhe të mi kthesh parat mbrapsht. Dhe unë asnjërit nuk ja kam parë aty për shembull që të thojë që do japim mbështetje dhe brenda 5 vitesh mbështetja në qoftë se nuk është rikthyer me taksa, diferenca duhet kthehet mbrapsht. Ky është një koncept që unë kam hellur, ka kohë që e helli në media, në takime etj. Do marrësh ti 100.000 euro mbështetje? Po. Për 5 vite do më demonstrosh që ti i ke paguar 100.000 euro ekstra taksa, tatime etj. Në qoftë se për 5 vite ti ke paguar vetëm 70-30 që tjetër do e kthesh mbrapsht. Me kredi, por do e kthesh mbrapsht atë që të kanë dhënë falas. Kjo është mbështetje. Që ti të nxitesh për të rritur, të nxitesh për të bërë punë. Jo për t'i fal para. Duke parë natyrën e parcelizimit të skajshëm që ka toka bujqësore në Shqipëri, ekziston mundësia që një fermer një farë mënyrë të jetë me 1 hektar, 1.2 hektar që mund të ketë një familje mesatare e Shqipërisë viteve 90 që përfitoi tokë, të mund të bëjë një biznes rentabël ekonomikisht bujqësor? Apo do duhet të shkoj përtej? Në 2014 u bë një paket bujqësiet nga qeverisja socialiste dhe në 2015 me të gjitha këto probleme që i kemi sot, atëherë madje ishin edhe më të rënda, njerëzit investuan, shkuan, morën para, gjetën tokat, bën serat, u trefishu numri serave, u 2-3 prodhimi, u 2 fishuar nga eksport. Një pilot, një projekt pilot sukses. Pra ka një model. Mjafton të gjesh mekanizmin e duhur ekonomik dhe mekanizmi ekonomik është ai që e krijon gjithë historinë. Jo me 1200 dynym, me 1.2 hektar. Po edhe me 2 dynym po ta fillojnë, edhe me 2000 metra po ta fillojnë, por tjetë mekanizmi i duhur, absolutisht çdo plumb tokë e Shqipërisë fillon e vihet në punë. Çdo plumb tokë e Shqipërisë vihet në punë. E gjejnë vetë zgjidhjen, e gjejnë vetë mekanizmin. Tokat atje, që po punohen dhe që po bën gjithë këto eksporte etj, në fakt gjysma e tyre janë toka të marra me qera nga njëri tjetri etj. Pra nga ato që kanë mentalitet biznesi, jo bujku. Gjysma e tyre janë jashtë shtetit, ato tokat të cilët po prodhojnë sot, edhe për të ushqyer ne, por edhe për të eksportuar, në fakt në pronësi janë të disa njerëzve që ja s'kan lidhje me to fare. Po i punojnë pronarët e tokave, po i punojnë të tjerë. Po i punojnë të tjerët, ato që kanë mentalitetin e biznesit. Pse? Sepse kanë arritur të futen në mekanizëm. Unë sot takoj për hir të punëve që bëj, edhe të biznesit tim, takoj edhe fermerë të cilët kanë problem, por takoj edhe fermerë që janë krejt kënaqur me punën që i bëjnë. Edhe madje nuk janë edhe në tokë të tyre. Punojnë nga 40 hektar, nga 50 hektar mbjellin, jam çudit. A vreni që duke qenë se kemi 2 linja, po themi të ekonomike, që është vija bregdetare në ulësinë perëndimore, por gjithashtu është krahas vijës bregdetare kemi atë që quhet tokën bujqësore të punueshme. Ka dhënë turizmi, po themi, një lloj presioni pozitiv për të zhvilluar ato rajonet të ngjitur tokë bujqësore? Apo a do të jetë turizmi në fakt lokomotiva e ngritjes së ekonomisë bujqësore? Atëherë, gjithmonë kam thënë që 2 janë shtyllat kryesore të zhvillimit të këtij vendit: turizëm dhe bujqësi. Por, ajo çfarë ka ndodhur në turizëm duhet ta pranojmë që është fantastike. Unë nuk e kisha imagjinuar, domethënë që në turizëm ne do arrinim në këto vite të kishim ato numra turistësh që kemi. E shohim, edhe prekim me dorë, por ne kemi vetëm një problem. Duhet kishim bërë rokad. Pra duhet kishim filluar bujqësinë përpara, pastaj turizmin, sepse turizmi është si puna e dyqanit. Ndërsa bujqësia është fabrika. Tani në qoftë se dyqani funksionon mirë, ka shitje, ka kërkesë, por nuk shet produktin ton, nuk i përgjigjet prodhimi edhe na shet prodhimin e dikujt tjetër, atëherë. Okej, nuk themi se s'bën dyqani, pra një identitet i përbashkët që ato duhet ecin paralelisht, dhe bujqësia duhet jetë shitja me kilometër zero e prodhimit vendas. Pra, çfarë do të thotë? Prodhimi vendas përmes turizmit duhet të eksportohet, por eksportohet pa kosto transportit, eksportohet pa kosto promocionit, eksportohet pa kosto ndërmjetësit. Kjo është fuqia e turizmit për prodhimin bujqësor. Por duhet kemi prodhim. Nuk është një turizëm i mirë ai që shet mishin e ardhur nga Greqia. Mishi i freskët sot vjen nga Greqia, mishi i freskët i derrit, mishi i viçit vjen nga Bullgaria apo nga Hungaria, mishi i imtave edhe ai shpeshherë vjen nga Rumania. Për të mos folur për gjëra tjera, shesim birrën që na vjen nga Italia, shesim birrën që na vjen nga Kosova, shumë mirë birra kosovare, po e quajmë sikur është e jona dhe ajo ndonë se ne kemi shumë fabrika të mira këtu dhe është mëkat që ne ti lëmë ato pa punë.
Pra, në qoftë se turizmi po funksionon, është kryer në një makineri të fortë, në një lokomotiv të fortë, për një lokomotiv të fortë për të madhra që s'janë tonët, për madhra që qëndrojnë këtu, që nuk lënë para këtu, atëherë zëre se është gjysma e tij. Pra nuk ka eficiencë. Zotë Zuzi, të ndaremi tek propozimet konkrete. Kemi 2 lloj linjash në premtime, sikur se e pam, për sa i përket subvencioneve. Parashikohet një linjë që është ajo për subvencionin me sipërfaqe, që është aktualisht, pra, dhe linja tjetër është me kilogram. Si do t'i gjykonit, kush do ishte zgjidhja më mirë që mund të stimulonte, po themi, fermerët, ose do ishte më rezultative? Do ishte më mirë me kilogram, do ishte më mirë? Kombinimi tyre. Atëherë, për faktin që ne do të futemi në Bashkimin Evropian, duhet fillojmë avash të përshtatemi me zgjidhjet e Bashkimit Evropian, dhe Bashkimi Evropian ka gjetur atë që quajnë CAP-i ose Common Agriculture Policy ose politika e përbashkët bujqësore, të cilët për të evituar këtë historinë e tarifave që po ngren sot Trumpi, në vend që t'japin subvencion drejt për njësi prodhimit, e japin subvencionin në mënyrë të tërthort, me sipërfaqe, me produkte, me linja, me makineri, me investime në prodhim, në përpunim, me heqje taksash, me ullje taksash, sepse sot për shembull të TVSH prodhimeve bujqësore është 3-4% në gjithë Europën, e ushqimet përpunuar është 10%. E kështu me radhë, taksat e karburantit janë 0. Por, ndërkohë, ne do kishim shumë nevojë pa hyrë në Bashkimin Evropian, se kur të hyrë në Bashkimin Evropian nuk ka alternativë tjetër. Është alternativa që ka dhënë Partia Socialiste, që është edhe në qeveri, duke qenë qeveri ato dinë sepse janë në negociata, është kjo, për sipërfaqe. Por ne mund të bënim diçka, ne akoma jemi bërë antar të Bashkimit Evropian, dhe mundet që për një periudhë 4 vjeçare, po themi, derisa të vijë 2030, ne ta përdornim nxitjen për njësi, sepse ajo është nxitës shumë më i shpejt. Dhe duke mos qenë antar të Bashkimit Evropian nuk mund të penalizohemi. Sepse ai thotë kur të vish tek unë thotë nuk mund të japish për kilogram. Por unë e kam provuar, e kam parë se çfarë ndodhi në 2015-ën, kur ne dham në 2014-ën, kur ne dham nxitje për kilogram, pra në qoftë se ti çon dorëzon 1 litër qumësht, ke 100 lekë për litër qumësht, në qoftë se ti dorëzon fruta perime, ke 15% të vlerës faturës etj. Të gjithë filluan të deklaronin. Të gjithë filluan të kërkonin faturë. U formalizua sektori, morën numër NIP-it, u deklaruan punojësit, u rrit mundësia për të kredituar sektori, sepse duke qenë se kishte biznese që kishin 2-3 milionë euro xhiro dhe 500.000 të deklaruar, ato s'merrin dot kredi. Por në momentin që u formalizuan, ato filluan të marrin kredi. Fermerët vetë, duke i marrë parat në banka, filluan të kreditojnë nga bankat, filluan të shifeshin si subjekte interesante nga bankat, dhe nuk merrin më kredi me 35%, por merrin kredi me 7-8%. Pra, kjo ishte shumë nxitse, por ishte pikërisht ky mekanizmi i subvencionit të drejt për drejt. Dikush e ka përmendur aty nga këto partitë opozitare, por nuk e jep qartë se si do ta bëj. Nuk, do të thënë, duket që është e bërë në zyrë, duket që ka pak gjasa, të paktën për mua, uroj të jemi gabuar, gjithmonë në të tilla gjëra, uroj të jemi gabuar, por mënyra se si është formuluar, ka pak gjasa që ajo gjëja të ndodhë. A mund të arrijë Shqipëria ta ketë një sistem të me njësi, po themi, subvencionimi, mos harrojmë që vendet tjera të BE-s, Greqia ose tjerë duhet e kanë pasur dikur që u krijuan probleme. Kanë pasur dikur, ky mekanizëm i ka rritur, ky mekanizëm i ka fuqizuar, ky mekanizëm i ka formalizuar. Jo, sepse, abuzimi është gjithkund, mos të themi kështu. Por, në momentin që ti e dërgon dhe i thua më dorëzo faturën dhe e jep subvencionin tek finali, aty ku bëhet ndryshimi i pronësisë, pra aty ku delja kthehet në mish, aty ku bëhet transaksioni, aty e jep. Atëherë ky tjetri, ky që delen do ta kthej në mish, thertoria, apo ky që qumshin do ta kthej në djath, ky nuk mund të ngarkohet me faturë fiktive, sepse duhet ta nxjerrë edhe ky pastaj. Dhe ka një double check. Ka një double check aty, sepse ky po që se i lëshon fermerit një faturë me 30% më shumë, ky ngarkohet me 30%, kështu që nuk mundet ta bëj. Ndërsa ti po ja dhe fermerit pa e lidhur me industrinë, pa diskutim që aty ka abuzim. Kështu që
mekanizmi i subvencionit të drejt për drejt ka dhënë impakte. Ai e ka rritur ekonominë e Europës. Por ekonomia e Europës u detyrua të tërhiqet nga kjo sepse kishte shumë konflikte në marrëveshjet e tregtisë që bënte me Amerikën, me Indinë, me vendet e tjera. Sepse i thonin ky subvencioni drejt për drejt është dumping ekonomik, është mbështetje pa etj. Një element tjetër që përmenden nga subjektet politike është rikthimi ose fuqizimi apo mbështetja e shoqërive të bashkëpunimit bujqësor apo që mbase shumë vetë kanë energji, kanë ndryshuar dhe emrin ish kooperativave, themi. Do ishte më mirë mbështetja e kooperativave për të zhvilluar, duke pasur parasysh faktin që ka disa vite që po tentohet të fuqizohen kooperativat për shkak të njësive të vogla të prodhimit që janë, pra parcelizimi i tokës, apo më mirë një individ, sikur se ju tha që ka shumë të tjerë që kanë marrë shumë toka me qira një individ i cili zhvillon një aktivitet ekonomik. Mbase cilat formulë mund të ishte më, po themi, më përshtatshme? Ku do duhet mbështetet qeveria nesërme? Pa diskutim që i kooperimi është gjë shumë e mirë dhe nuk është as pak e çortueshme, përkundrazi është e lavdrueshme ajo përpjekja që po bën qeveria këto 2-3 vitet e fundit me dhanë skema, me dhanë subvencione, me mbështet. Unë kam thënë gjithmonë këtë që nuk mund të mbështesësh kooperativizimin, nuk bashkëpunimin, në qoftë se ti nuk e mbështet financiarisht. Pse do bëhemi bashkë ne dy me bë biznes në qoftë se 1 e 1 na bëjnë 2. A në qoftë se 1 e 1 na bëjnë 3, atëherë fillojmë të bëhemi bashkë. Dhe në këtë pikpamje është e dobishme ajo që kanë bërë. Por e para punës, me qenë se më bëri një pyetje të drejtë për drejtë, unë besoj më shumë tek fuqia e individit. Individi është ai që ecën shumë më shpejt se sa një grupim. Por nga ana tjetër, grupimet, po që se ne i mbështesim mençurisht, dhe nuk është mbështetje domethënë mbështetja duhet zgjeruar më tepër se aq sa po jepet, që ke ca lehtësime në taksa etj, sepse në fundit të gjitha taksat nuk janë më shumë se 5% e xhiros. Ndërkohë këto shoqëri bashkëpunimit kanë nevojë për mbështetje në teknologji, kanë nevojë për mbështetje në inovacion, kanë nevojë për mbështetje në stafe drejtuese. Pra më mirë se sa ti heqish ca taksa, paguaj një agronom, një veteriner, një zooteknik, një drejtor të mirë, një drejtues të mirë, një ekonomist, pra jepi një staf, paguaj një staf për 5-6 vjet, që të di ta menaxhoj këtë gjë, sepse edhe mund të mos menaxhohen dot vet ato. Pra ti lehtëson taksat, por ai sa arrin dot me kriju taksat sepse ato s'din më marrë vesh me njëri tjetrin. Nuk din më drejtu, nuk din me kriju ekonominë. Kështu që pa diskutim të mbështeten, por të mbështeten në mënyrë inteligjente, duke ju dhënë më shumë mend se sa para, ose duke financuar përmendjen më shumë se sa për xhepin, le të themi. Gjithsesi mendoj se për xhepin do kenë nevojë, janë më të interesuar. Një gjë, mendja do ju mbushi xhepin. Sepse në qoftë se ti u jep 500.000 lek me lehtësim taksash, një ekip i mirë që ti mund t'ja financosh, që mund të të kushtoj edhe më lirë se sa lehtësimi taksave, mund të kushtoj edhe më shtrejt, por një ekip i mirë nga 500.000 lek ju ja bën 5 milion lek ato parat në xhep. Në fund fare tek xhepi do shkojnë gjitha. Por varet se si do na më ambush xhepin, do na më ambush xhepin duke i dhënë pak para buxhetit nga paratë tona, apo do na me ambush xhepin duke i dhënë ca njerëz që i marrin parat diku tjetër. Sepse ky ekipi nuk do përdori parat e buxhetit. Ky ekipi do përdori parat që do vinë nga jashtë, nga inteligjenca, nga përdorimi i resurseve më të rëndësishme, nga zëvendësimi i importeve. Pra, duke i dhënë mendje, ai krijon një pjesë tjetër tortet. Pra nuk i japim para nga torta jon, por i japim njerëz të cilët e zgjerojnë tortën dhe ato fitojnë shumë më tepër se sa duke marrë nga parat e buxhetit tonë. Një pikë tjetër është padyshim që diskutohet është nënfinancimi i sektorit bujqësor. Pra ajo duket sikur fermerët dhe bankat janë në rrugë ndryshme, nuk janë shumë të afruar. Arsyet e dim është, pra themi, risku i lartë që është mungesa e pronësisë tokës, çështja e sigurimit që gjithashtu. Kemi dy lloj propozime për themi mbështetje me kredit puta, por kemi edhe idenë e krijimit të bankës agrare, një projekt që ka qenë përpara në Shqipëri. Cilat ishte teza më mirë, po themi shfrytëzimi i disa linjave të bankave tregtare apo një bankë zhvillimi që mund të jetë duke pasur në fokus edhe bujqësinë, apo do të ishte krijimi një banke posaçme për bujqësinë, pra banka agrare? Unë do të thoja se institucioni që duhet të mbështesi financiarisht, e para punës ne duhet të fillojmë të jemi më inovativ.
mënyrat se si duam të financojmë në përgjithësi zhvillimin ekonomik të vendit. Pastaj kur flasim edhe për zhvillimin e bujqësisë, duhet jemi shumë më inovativ, duhet shohim edhe forma tjera të zhvillimit. Kontrata po thoni futures? Jo thjesht kontrata, po edhe bashkëpunime, edhe bashkëfinancime. Në qoftë se, po themi, ne shohim se ka një kompani të mirë që po ecën, ne duhet fillojmë të krijojmë opsionin që unë e ti, në qoftë se kemi 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro kursime, që ti fusim bank me 1% dhe me 2%, po ti fusim në formën e aksioneve atje, blejmë kuota dhe ta financojmë këtë. Dhe ky fermeri, apo ky grupi i fermerëve, apo një kompani e rëndësishme industriale, apo i qendër grumbullimit, kur të marri 500.000 euro financime publike përmes këtyre lloj formash, dhe nuk ka detyrimin që në fund të muajit filloj të japi 20.000 euro kësin e kredis, po i ka aty, ai vërtet ka humbur një pjesë të pronësisë, nuk është më 100% pronar, është 50% apo është 60% pronar, por ama ka 500.000 euro të vlefshme në dispozicion për të bërë me njëherë një set investimesh, të cilat e ndihmojnë për të rritur dhe për të rikuperuar fitimin. Kush do ishte garantori i sigurisë, sepse ne mos harrojmë kemi një marrëdhënie të komplikuar me këto lloj me investime, po themi tek individ. Mos harrojmë. Ju besojeni më mirë se unë. Kjo gjë është zgjidhur tash 100 sa vjet në Europë, në Amerikë. Nuk po propozoj me bëj gjë të re, por po propozoj me bë me sjell ato çfarë bëhen sot. Si është bërë gjithë këto kompanitë e mëdha që kemi në Facebook, e Microsoft, e X, e Y. Si bëhen kaq mëdha? Jeff Bezos e tjetri. Si bëhen kaq mëdha? Duke u rritur, duke investuar me paratë e tyre, duke investuar me kredi, zero. Ato bëhen me financime të tilla publike. Unë sot me kredi shkoj deri në një limit caktuar, më andej nuk shkoj. Pastaj sepse rrezikoj familjen, rrezikoj shtëpinë, rrezikoj shumë gjëra. E para, e dyta. Në momentin që marr kredi, mbas një muaji unë duhet t'jap parat. Duhet t'jap kësin e kredisë. Pra atë që fitoj unë duhet ta çoj atje. Ndërsa kur merr një financim të kësaj formet, siç ndodh në gjithë Europën dhe mekanizmat tash janë të zgjidhur, nuk kena nevojë ne me shpik rrotën, atëherë e para punës ti nuk rrezikon. Shtëpinë tënde nuk rrezikon jetën tënde etj, po rrezikojmë gjithë. Edhe unë e ti rrezikojmë. Në moment që i hedhim 1.000 euro atje, nuk është të thënë se patjetër të dalim me fitim. Shkojmë ato eksperiencat e pakëndshme që Shqipëria ka kaluar në mesin e viteve 90. Ajo e mesit viteve 90 mos ardh kurrë. Ajo ishte skeme pastër mashtrimit, atë e din gjithë shqiptarët që ajo. Të gjithë, edhe ato që i çonin paratë e dinin, por vetëm thonin inshallah si jam unë ai fundit që do i humbas, sepse të gjithë kur i fusin paratë atje e dinin që ato paratë nuk kanë për të marrë, por thonin inshallah unë i tërheqi pak më shpejt etj. Kështu që mos i futemi asaj historiet. Ne po flasim për gjëra të tjera, ne po flasim për skema institucionale, ne po flasim për bursa të kontrolluara etj, të strukturuara, sepse po që se ne do ngelemi vetëm te kredia, do rritemi shumë avash. Do rritemi ekstremisht avash. Dhe për më tepër pastaj kur flasim për fermerin, ta fusim fermerin rrugën e kredisë, fermeri është shumë hezitant. Dhe nga ana tjetër fermeri nuk është as pak interesant për bankat. Asnjë bank nuk do të më marrë me fermerin. Sepse nuk është tipi i tij. Pastaj ne flasim për qindra mijëra fermerë dhe flasim për 10 banka, të cilat pas kanë secila prej tyre nga 10 filiale. Kush do ju shërbej atyre? Po, kanë nevojë për një diçka më aktive. Kur flasim për të financuar bujqësinë, më tepër unë do isha për të fuqizuar rolin e AZBR-s, për të krijuar më shumë agjenci publike, të cilat ju shërbejnë atyre. Plus instrumentat e reja që plus instrumentat e reja. Plus instrumentat e reja për ta financuar. Por në përgjithësi, jo vetëm bujqësinë, por edhe industrinë, ne duhet fillojmë të mendojmë për instrumentat e reja, të cilat në fakt si ka thënë asnjëri, për instrumentat e reja të financimit. Nuk financohet rritja vetëm me kredi bankare, shumë e lashtë, shumë e vjetër. Ka diskutime për të vendosur produktin si certifikat, po themi si letër me vlerë, por nuk është realizuar akoma. Një gjë, në momentin që qytetarët fillojnë e financojnë në për bizneset vendase, në për industrit vendase, ato janë edhe më të lidhur me produktin. Ato janë edhe blerës më të mirë. Ai kur të hedhit ca para tek një birrë, apo tek një fabrik djathit, apo tek një fabrik sallamit, ai kur shkojnë treg, nuk do blej birrën e huaj. As djathin e huaj, as sallamin e huaj. Do blej produktin e vet sepse ka paratë e tij aty. Dhe do i thoj edhe gjithë rrethit i familjarë, përdorni këtë sepse jam unë. Pra, kjo është ajo që e ka bërë sot Bashkimin Evropian, çdo qytetar të Bashkimit Evropian, të jetë shumë i lidhur me produktin e tij. Ne e shohim, shko andej, secili blen produktin e tij. Jo vetëm produktin gjerman, por mundësisht të qytetit ti.
Jo thjesht produktin austriak, po mundësisht të qytetit ti. Pra, kontribuon në ekonominë lokale. Kontribuon në ekonominë lokale, sepse kanë lidhje, kanë të shumë fisht lidhjen, domethënë, me prodhimin vendas. 2 pyetje fundit për 2 premtime që janë më ndukur paksa, po themi, angazhime premtime pikante. 20 milion rrënjulli është Partia Demokratike, ka sipërfaqe Shqipëria, po themi, për të mbjellë një sipërfaqe përshtatshme, po themi, që kultivohet ulliri. Si vlerësoni se duke pasur kontekstin edhe tanishëm që ka një kërkesë lartë për vajin ullirit? Më duket paksa e egzageruar, sepse nuk e di se ku janë sipërfaqet, janë mbjellë shumë sipërfaqe me ulli, për hir të vërtetës, janë mbjellë shumë sipërfaqe në këto vite. Unë tash për hir të punës që bëj dhe të biznesit që bëj, kam shëtitur dhe kam parë sipërfaqe nuk e dija që ekzistonin. Po për të mbjellë edhe 20 milion rënd të tjera, janë jashtëzakonisht shumë, do të thoja unë. Dhe pastaj duhet të dalim tek problemi tjetër i krijimit të infrastrukturës për ta shitur këtë produkt, se thjesht t'i fusim njerëzit për të prodhuar, dhe pastaj ato të dezilizionohen sepse do e shesin me çmimet ulta, është problematike. Dhe ky premtim do duhej patjetër të ishte i bashkëshoqëruar me premtimin tjetër me premtimin ose me alternativën tjetër të gjetjes së tregjeve për këtë lloj produktit. Si do marketohet, si do shitet, si do hidhet ky produkt në treg. Do dali si një produkt konvencional, nuk ke shumë tregje. Do ta nxjerrim si produkt organik, po, si do bëjmë për ta bërë organik? Sepse do të ketë një plan duhet ketë një plan të përgjithshëm. E thënë kështu duket populiste. Ulli duhet mbillen, po... Ulli duhet mbillen, por duhet të mbillen në mënyrën e duhur, në formën e duhur, dhe duhet mendojmë që ato mos kthehen në një problem për fermerin që i mbolli. Ato duhet të krijojmë gjitha kushtet që ato të jenë burim lumturie, burim i të ardhurave, burim i kënaqësisë tyre. Jo drame më po jo drame më teshme e tyre. Një premtim tjetër, dhe pyetja fundit është për 1 miliard euro eksporte. Sa realizueshme është? Mendoni, është objektiv ambicioz? Si do ta kategorizoni? Po të më thonin ta bëja programin, do ta kisha bërë për 1.5 miliard euro eksporte. Po të ma kërkonin. Si? Sepse ekziston mundësia për të bërë edhe 1.5 miliard euro eksportet. Çfarë do? Kështu që de facto mundësia është, potenciali është. Ne jemi duke punuar, sektori i ushqimit është duke punuar shumë në potencialin e vet. Mjafton të themi që kemi 60% të sektorit ushqimor jashtë tregjeve të eksportit, që është sektori blegtoral, pra ne nuk eksportojmë as mish, as djath, as qumësht. Dhe kjo është 60% e bujqësisë. Se kemi mangësi në konsum, nuk plotësojmë nevojat lokale, apo arsye? Jo, arsye standardesh e tjera. Kështu që, për t'ju përgjigj drejt për drejt pyetjes tënde, po, qëndron, mund të bëhen 1 miliard euro. Se si do bëhen pastaj, do ishte shumë mirë që të na sqarohej i çik më tepër, të ishte më e detajuar. Ndoshta mund ta detajojnë më vonë etj, por unë do e kisha bërë 1.5 dhe është e mundshme me shku 1.5 eksportet shqiptare. Sepse ne sot eksportojmë shumë produkte në gjendjen e tyre primare. Të papërpunuar. Mjafton që ne t'i përpunojmë, mjafton që ne të nxisim, të fuqizojmë industrinë përpunuese dhe industria përpunuese e bën pastaj edhe bujqësinë. Bujqësia që u bë 500 milion euro, kur janë bërë unë zëvendësimi ka qenë 150 milion euro, 120 milion euro ka qenë eksportet. Bujqësia që u bëri 150 milion euro është sepse u krijuan qendrat e grumbullimit, u ndryshu strategjia. Në vend që t'japim nga 500.000 lekë për fermer, dham nga 300.000 euro për qendrat e grumbullimit dhe qendrat e grumbullimit bën atë që bën. Dhe qendrat e grumbullimit nuk është se thjesht eksportuan, por qendrat e grumbullimit nga 350 lekë kilën e domates e çun 700 lekë. Kjo ishte ajo që bën. Në Gjermani, më thoshte një ekspert shumë i njohur gjerman. Deri në fillim të viteve 80, fermeri gjerman nuk është ishte ne fermer kush e di se çfarë. Qoftë nga ana ekonomike, por qoftë edhe nga ana cilësore. U fuqizuan shumë industrit dhe industrit pastaj shkuan dhe fuqizuan fermerin, rregulluan fermerin etj. Rivalorizuan sektorin. Në Irlanda deri para 25 vitesh ka qenë një vend askushi në skenën botërore të ushqimit. Sot është nishi i Europës. Ndaq për siguri ushqimore, ndaq për produkte cilësore. Po kush e bëri këtë? E bëri industria. U fuqizu industria, u mbështet industria donte lënë të parë,
Dhe ajo pastaj e fuqizoi fermerin. Edhe sot në Shqipëri kanë filluar, janë fillesat e kësaj. Ke disa fabrika qumshtit që kanë bërë investimet e tyre tek fermerët, ose tek grupet e fermerëve, qoftë për të përmirësuar cilësinë e produktit, por qoftë edhe i mbështesin me para për të blerë më shumë lopë etj pra për të rritur prodhimin. Fuqizon ata që të kenë mundësi të fuqizon ata që të fuqizojnë. Dhe po të eci me këto lloj logjiket, që tashmë e kemi provuar në 2014, 2015, 2016, që fuqizimi i middlemanit apo i ndërmjetësave, i sektorëve ndërmjetës, grumbullimi, industria, fuqizimi tyre na solli fuqizimin e fermerëve dhe rritjen e interesit fermerëve, po të eci me këto logjik, jo 1 miliard, po 1.5 miliard bëhen për 4 vjet. Zoti Zusi, faleminderit për informacionet që bashkëndat me ne dhe këshillat tuaja. Faleminderit. Shikues televizorin, s'kan pak minuta publicitet për të rikthyer në pjesën e dytë.